Përshëndetje ju themi gjithë juve, gjithë që po na ndiqni, është sonte nata e parafundit e gjithë kësaj maratone, të cilën ne në kuadër të bashkëpunimit tonë, në kuadër të një rrugtimi aq të gjatë kemi realizuar së bashku këtë rrugtim, e që sonte, siç lajmëruam edhe emisionin e kaluar, kemi ndarjen e çmimeve të spektaklit, ndërsa siç e dini, Qekullma në mënyrë zyrtare dorëzohet në një mbrëmje tjetër që është mbrëmja e fundit, që në atë mbrëmje marrin pjesë vetëm ata të cilët janë, të cilët të përgjedhurit tonë dhe përfitojnë edhe çekun e madh të kësaj mbrëmje. Përshëndetje. Përshëndetje. Për ty si ka qenë gjithë ky rrugtim? Ka qenë një rrugtim i paruar, shumë entuziast dhe me shumë emocion. Besoj se edhe ti, së bashku me mua kemi përgjithë ato emocionet e rrugës, edhe ata fëmijë të cilët i kemi qenë edhe na mini fauncat e tyre për sa i përket rrugtimit. Sigurisht që na këtë aktivitet dëra me thënë një zonjë. Ajo ka rrugtuar me neve, ka qenë e fuqishme me neve, ka qenë një bashkëpunëtore e mirë me neve, e kemi lënë ndonjëherë për shkak mirë, po mosha nuk ka qenë pengesa saj, përkundrazi, është treguar shumë e vyshme se ne, është treguar shumë e aktive se ne, është treguar shumë e fuqishme se ne. Po. Në nduar të kitë juaja, zënja Lulita Kryezë. Ne, Lulem, kjo është mikrofoni për ty. Lulem, na do me ta marrë ka një mendim dhëtë bashkë, qysh jena konë nanë që të organizem, na dhëtë. Mos na shaj së është nata sot e edhin para fundë. Si ka qenë gjithë kjo organizem? Faleminderit juve, por shamjet zakonisht nuk i kom në jetë asnjëherë. Lavdratat edhe urimet më pëlqejnë shumë. Po ashtu edhe në këtë rast, kom qenë shumë e vlerësume, e çmuar sepse e kisha engjëjt për rreth. Disa prind të cilët kanë kushtu çdo gjë, kanë sakrifiku punën, udhëtimin, të gjitha, për me qenë me fëmijët bashkë. Kështu që ishte një kënaqësi e veçantë. Atë me ty, atë do ta diskutojmë tjetër. Ndërsa me Fabin jo? Fabin. S'kemi qëka të diskutojmë me Fabin. Me Fabin s'kemi qëka. Sigurisht e thashtë para së vjeti, edhe ne kemi kriju ti kemi ato emocionet e tona për disa fëmijë që janë këtu. Kemi edhe ata që na nervozojnë, po gjithsesi janë gjithë barabartë. Ka pas ty në një që ka pas ma për zamër? Dhe një që e ka caru? Edhe një që ka caru, po të Fabi. Jo. Ka pas raste kur kom tërheq vërejtjen për zamë për telefon apo për një gjë. Mirë, po gjithmonë kom qenë pranë tyne. Edhe kënaqësia më e madhe për mua ka qenë si u afrosha e të gjithë në përqafimin, edhe pse ka njerë kisha të nga të ndalume, por ata nuk e kom llogarit asnjëherë, sepse fëmijët janë engjëj, janë gjithmonë të ëmbël, janë të mirë shumë. Cili është mesazhi yt? Për gjithë fëmijët që duan të bëhen pjesë e jona e kanë nevojë të pestë të këtij projekti. Shifeni, po vetë eksperienca ime e jetës, ata që më njohin edhe din, që unë me moshën shumë 3-4 vjeçare jam marrë me fëmijët e mi, me muzikën, do më thënë, e kom thënë edhe njëherë për përsëri. Ata që këndojnë, keq nuk me ndojnë. Prandaj, fëmijët janë ata edhe prindët të cilët do të këndojnë, edhe uroj që këta fëmijë gjithmonë në jetë vetëm të këndojnë e të vaktin. Ne Lule nuk kemi haru, na të kam i bo një surprizë, ju kësha lutë mu që në kam, sepse do të ftoj në emër të prindve, na kemi bashkëpunëtor tonë, prindrit janë ata që unë ju përkunjëm për çdo respekt, do të ftoj babin e Luigjit, i cili zoti Gzim, që do të janë këto. Lule, Gzim përshëndetje, për angazhim profesional, duke treguar zell dhe cilësi profesionale në realizim të plot të këtij spektakli, ne e nderojmë me dekretin Hyne Shaik's Talent Club, zonjën Lulita Kryezë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ka kamera Lule? A mundem? Po mikrofonin. Po, Gzim është në mikrofon këto? Po.
Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit. Është nderim i madh për mua që në emër të produksionit, në emër të prindërve, të ndaj këtë mirënjohje për zonjën Lule, e cila ka, siç po shihet, një elegancë shumë të veçantë. Mirë po, eleganca e saj nuk është veç eleganca e jashtme, po është edhe eleganca e brendshme, e shpirtit të saj bashkëpunues, por edhe eleganca e punës që e veçan, do të thotë është shumë e përpikt në punë, është shumë e dashur për fëmijët dhe shumë bashkëpunëtore me ne prindërit. Kështu që është nderim shumë i madh për mua që ta dorëzoj këtë mirënjohje. Faleminderit produksionit. Unë ju falenderom, më humbën edhe fjalët. Kam shumë emocione. Ju falenderit edhe uroj që kjo mos ishte e fundit, po të vazhdojnë fëmijët të jenë edhe të realizojnë dëshirat e tyre jetësore. A prindve një respekt të veçantë për atë se çfarë po bëjnë për fëmijët e për të gjithë. Kjo ka qenë një ndër surprizat tona. Faleminderit shumë Lule. Faleminderit shumë ishte kënaqësi që u kisha. Në gëzimin të takomi prapë. Lule, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirëpash. E bukur Lulja edhe çdo herë emocionuese kur pranon çmimin. Na në vazhdim kemi një dekorat tjetër. Unë jam shumë krenar kur fëmijët janë me neve. Ata vinë nga Kuksi. Vajza që vjen nga Kuksi, për mua, gjatë t'i rrugtimi, unë e kam taku për herë të parë në Kukës. Për mu ka qenë njëra ndër vajzat më të mira. Si tu ka duk ty? Shumë okej. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Se kam për nga goja këtë, se kam nga këti, që kreti me mëmë me i dhonë në i punë dore, kështu në i punim kopshti, është nona, për nga skena... S'marrë vesh, Fare. Fare, Tjedi. Gjithë si bëjmë shaka, së të kemi atë festën tonë dhe do mundovi që ta sillim sa më asim. Unë e kam atë të veçantë, sepse vjen njëra ndër vajza, ta shofim se kuj, sepse në ka thonë regjisor Vali mi shpërnda që shto, edhe do t'i shpërndajmë që shto. Ajo është e veçantë dhe dua t'aftoj në duart rokitit e gjithë prindve, është babi vetë. Është babi vetë. Babi vetë, po vjen me vajzën, a? Po. Po, unë i thëmë producent. Sepse çdo herë ai vjen me këshilla të bukura dhe ka një të mirë. Ta bën me thonë diçka si të mësuesi. Po gjithsesi ata është shumë veçantë, thëjmë Elandën dhe babin e Elandës. Përshëndetje. Përshëndetje, do uleni dytë këtu? Si. Unë do të bëj një pyetje. Kur morë vesh që vajza është pjesë e këtij aktiviteti? Çfarë thamë vetë? Thash me vete që a mund të arrijmë deri në fund ajo. Landa, si ke kalu ti gjatë gjithë këtij rrugtimi? Cila ka qenë ajo ndjesia jote që këtu ke gjetë shumë fëmijë, ke gjetë shumë shokë e shoqe, ke pasur nga Kuksi, por që rrugës ke gjetë një mbështetje nga Jona, Linda, Taras, Djola, Aela, Lea, Tini, Diana, e shumë fëmijë që kanë qenë këtu, por mos harrojmë edhe mosha që kanë qenë pak më mlaja që është durimi e të tjerët. Si e ndi me këta? Në fillim kam qenë me emocione, kam pas emocione, por avash arrita të bëj dhe shoqe dhe shok. Po, ke veçu në një kështu në një që ka shku dallavere të rrugës më mirë, për shembull? Jo. Jo. Të gjithë janë të barabartë. Të gjithë barabartë. Okej, Nand, ti me vonë do na këndosh, por që ne, sonte, ty të dekretojmë me fituese e çmimit X Talent Globe, Albania, e ndarë nga produksioni Kiki Models, Prishtinë. Producent jam unë, por për mua është privilegji më i madh që japi këtë çmim një të veçantë si që ti. Një angel, por një, se di, them kështu, një invamula të vogël që mund ta kemi në këtë skenë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Urime. Dhe kthejmë kështu bashkë. Faleminderit shumë. Urime dhe juve. Do bëjmë një foto bar gjithë që t'na kap edhe kamera jonë që është andej. Faleminderit shumë, është natësi. Faleminderit shumë.
Do na merr malli për ta? Po, Vetë shumë. për nënat e prindis na merr malli. Fale. Ja shqyr, telefoni im shon pushim qysh nesër. Birat. Shpëtimi kryesor. Ja, na. E në vazhdim, do shkojmë me një dekorat tjetër. Jemi te vendi i dytë për Shqipërinë. Vendi i dytë. Atë të veçanta, Po. vinë nga qendra kulturore Kamës. Kamës, po. Dhe gjatë gjithë rrugtimit, kam pas një nën me vete që si ka tratuar asnjëherë, por që për mua ka qenë e veçantë sepse ka qenë një bashkëpunuese. Ka po mungesa sikur këto tonët, por i falem, ë? Normale. Është zënja Minire dhe dy vajzat e veta mrekullueshme që vinë këtu në skenë. Do ules këtu, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Atër, mami do i lem në mes, ju dyja do t'jeni në kënde tjera. Do shkosh atje? Bravo. Mirë, ky rrugtim ka pas batica dhe zbaticat e veta, të poshtë të larta, si çdo rrugtim tjetër. Kur e more vesh ditën e parë? Nuk e harroj, jemi taku në qendër në Tiranë. Po. Ora? Njoftimin e Ora 11, e maj. Njoftimin e morëm nga shkolla, edhe unë direkt telefonova numrin. Edhe rastisi që isha e lirë, erdha direkt dhe Ky rrugtim sigurisht vajzat kanë qenë ato që e kanë bërë mamin krenare, duke mos harruar dhe djalin të përshëndesim shumë. Cila nga ato ka qenë më e vanu, ma fillimi ka qenë i vështirë për të dyja, si ishte edhe rast dimri, rruga, këto, por kjo e vogla besoj pak më e lirshme, për të dyja besoj që janë. Manuel, si e ndi gjatë gjithë këtij rrugtimi? Gjatë gjithë këtij rrugtimi janë ndjer shumë e lumtur që kam marrë në talent show dhe kam qenë shumë e emocionuar. Po, unë asaj me qëllim, gjatë udhëtimit që na ka rënë me Bobash, ngatroja emrin. Pa ka një emër Ja shumë boje special, po. E thoja Elindiada, Entiada, lloj emra. Dhe reagimi saj si ishte? A? Reagimi? Entiada, e ka thash mirë? Po. Okej, Enci, cila ka qenë ai emocioni i parë? Unë e maj men kur ke ardhur te 2A-ja në Tiranë, në Kino Studio. E maj men edhe provat me durimin, maj men edhe rrugtimin tonë në Tiranë. Por, cila ka qenë emocioni gjatë gjithë ti? Sa ka qenë emocion? Ka pas qenë emocioni im kur unë dola para skenet duke kënduar. Dhe maj men ka qenë shumë ftoftë? Po. Dita parë sa harohet? Po. Tu ke hast, po pikrisht tu, ke hast në moshat ndryshme, në shok dhe shoqe. Do të mbetet dikush kujtim si shok i mirë për ty? Apo shoqe e mirë për ty? Jo. Kush është? Shembull kemi nga po marr Kamzën, kemi Tarën, kemi Sediolën, e shumë tjerë. Serdiola. Pa, ju shkon muhabeti se. Vogla që të dijan. Ne kemi vendosur dhe X-Talent vendi dytë për interpretimin më të mirë në vendin e dytë në X-Talent Globe pas performancës 9 mujore në spektaklin tonë. Motrat Hasallari kanë të drejtë të plot për një vit të përfaqësojnë spektaklin tonë në gara të ndryshme të cilat vinë vetëm si vendi i dytë, jo në kategori tjetër, për vetëm arsye sepse ato nderohen nga talent show dhe ekipa janë profesionale me vendin e dytë si bashkëpunim i dy motrave Hasallari. Faleminderit. Urina? Po që do bëjmë një foto bashkë, ku shkoni, wow, sa shpejt pas ka dire, e mora ikën. Faleminderit shumë, është naci, faleminderit. Faleminderit, do i takomi prapë sepse kemi këndimin e vajzave. Të mira këto të vendi dytë, ë? Po. Por, kur janë të mira të vendi dytë, ne do kalojmë diku tjetër. Të vendi parë? Jo, Ku? do shkojmë të një çmim tjetër. Të një çmim tjetër? Po. Ajo është nga Kamza. Po. Po. Është e veçantë. Njëra ndër vajzat më të vogla që kemi këtu, por me një performancë shumë të bukur sepse ka treguar që din dhe dëm bukur. E gjeta. Kemi bërë gabim se du mi pa në fillim se ku i kemi. Po. Vjen ajo me mamin në skenë. Zonja dhe zotri, Sediola Marku. Përshëndetje, mirë se ardhët.
Se djolla përshëndet. Opa. Mami do vje këtu, se djolla do vje këtu. Mami se djollës, do javë të fa mikrofoni? Po. Jemi takuar bashkë në Tiranë, si e tha dhe zonja Minire. Bashkë kemi pas aktivitete, sfida të ndryshme, në të bore, në të shi, në gjithë, në ftoftën ngrohtë. Po, vërtet. Por kjo aktivitet për se djollën, si ka qenë? Shumë e paharrueshme, e pabesueshme, drejt. Edhe dita e parë që ka qenë që ke thënë Serdjola hecën përpara, nuk na u mushmenja. Kjo ishte Por që në prova, ka qenë e pranishme çdo herë, si në kino studio, si këtu, si atje. Do më thonë, Ska bë mungesa. jo, Jo. pa marrë parasysh se si është mushmenja, Po. aktiviteti se ka lënë. jemi munu. Prindri për fëmin bën gjithçka, jemi munu me sa mundësi kemi pas. Se djollë, si të është duk ty gjithë kjo aktivitet? Shumë. Shumë mirë. Kam pëlqyer shokët, shoqët, që i ke pas këtu? Po. Pa. Cili është mesazhi juaj drejtuar gjithë fëmijëve që duhet na bashkohen? Unë dhe të them, vazhdoni, me sa mundësi të keni, fëmia është jeta. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Fituesi i çmimit Talent Show Albania, e ndarë nga produksioni Kiki Models, i ndahet Sedjola. Marko. Shumë faleminderit. Urime Sedjola, ta gëzosh. Mami Sedjolës urime, ta gëzoni. Urime. Dhe bëjmë një foto bashkë që ta kemi këtu, Sedjola do mbash këtu. Faleminderit shumë. Edhe Sedjola Marku përfundon këtë kapitull sa i përket garës, ne takohemi prapë, jemi bashkë në Tiranë. Faleminderit shumë. Kur jemi të voglat në mesin të voglat. Po tjetë. Emision e kaluar ka qenë e forta. E lapsi në fund. Për çudi, ëndrat të fememi janë të bukura. Bukura. Konkurrentja ne xhironim, ajo i kishte plas gjumin atje për çefin e vet. Oho, dhe kur doli, Po ti le për në e fund. di si doli, e lash për fund për gabim jon. Po. Edhe kur doli, si me pa qenë pa pik gjumi, i bëri aktivitetin, dile dhe më thanë, mua, është talent. E është e veçantë. Është çdo herë me ne, po këto kanë një konkurrencë. Pse? Se babi e konkuron shumë gocën. E konkuron, Papa e konkuron në emisione. E ftojmë Alea Hosa! Alea, përshëndetje, mirë se na erdhe. Dashje, Përshëndetje, Alea. do vish tu Alea? Të ndihmoj unë? Bravo. Dash, një rukëtim i joni jashtë kësaj gare. Rastësia, Alea që na lidh me këtë rukëtim. Si e ka ndjerë Alea këtë rukëtim? Si e ka prit Alea këtë rukëtim? E ka pritur shumë mirë, është shumë e kënaqur me eturin, edhe ju falenderoj pa mas për mundësinë që i dhatë që dalim program. Alea, të kemi pëlqyer ne? Po. Tashi, kush ka ndihmu më shumë, babi apo mami? Po të drejtën e Zotit, ë? Gjatë këtij rrugtimi. Me kë? Mami. Shqyr pra. Babi që ka vozite që të ka sjell nuk është problem, ë? Atë pun ka thuj. Dash, cili është mesazhi ti si prind që ju drejtohet gjithë fëmijëve për sa i përket konkurimit këtë garë? Në radhë parë ju uroj sukses edhe fëmijëve të tjerë, edhe mos ta lënë me kaq, të vazhdojnë rrugtimin e duhur. Faleminderit shumë. Fituesi e çmimit Best Junior Global Talent, e ndarë nga produksioni Kiki Models, i ndahet të bukurës, të mirës, ëmbëlsirës, Alea Hosa. Urime Alea. Dashë urime. Alea do e mbash të. Edhe do vim bëjmë një foto bashkë gjithë këtu. Dashë urime, suksese. Faleminderit shumë për juve. Sukses. Bukur kur Daron kala ma e kështu. Do mos të veçlit. Të shto, mos të verim. Vazhdojmë me një vajzë. Ajo, Nga vjetë. rrugës na edhe me mamin. Rrugës tratoj mamin, mori babin. Op. Po gjithsesi, është një vajzë shumë simpatike që ne e kemi. Është një nga ndër vajzat që mundohet me na dhënë sharm, energji, por që edhe bashkëpunimi me prindët e saj ka qenë me të vërtet i mrekullueshëm. Ja, Zënia dakor. 23, Tarhandoj. Mirë se erdhe Tara. Mirë se erdhe që. Mirë se erdhe. Do ullini, babi do ullit aty Tara, ti do vish këtu. Tara, dita e parë ke ardhur me vllajin. A ma kujton pak si situatë?
Unë atëherë erdha me vllajën sepse doja shumë vllajën dhe kam jetën sigur. I tha hajde dhe ti. Edhe mori vllaj me këndu. Po. Çfarë tha Xhaxhi Kiki sa i keq ishte atëherë. Wow. Po edhe atëherë kur kënduam neve, kur na pyeti dhe refrenin ti, i theti, a vjen keq të dal motra? Ai tha, mirë. Edhe më ka ullë kokën Dhe atëherë. gjithsesi ti nga atë ditë nuk na ndave. Jo. E si e more lajmin kur e more veç që Tara është po djali i jasë, sepse duke ditur që Qimi është shumë i lidhur me Steven. Për gocën e disha se ka tillë përhyrje, kurse për Steven e kam pas qartë se është për futboll, ndjek një aktivitet futbolli. Kurse për ta një shumë i kënaqur që ndjek një aktivitet, një diçka. Tash unë kam vajzë vetë. Çfarë ndjesi është kur e shef vajzën në sken? Po si çdo prind, sidomos unë jam shumë i përkushtuar me gocën dhe thonë drejtën është jeta jeme. Po, di pse se këto goca që i kanë këtu kanë filluar mi po babat e famshëm të i marrë na për emisione, na për... Po edhe na kemi rast tani se të dy edhe. Babat e sigurisht që duan vajzat se kush ka vajzën botën ka në Bravo, sa bukur kjo thënie. Tara, fituese e çmimit Globe Talent Albania e ndarë nga produksioni jon, ne turojmë suksese dhe për plot një vit do të jesh një përfaqësuese e denjë ti dhe së bashku me gjithë fëmijët që nderoheni me ne me çmim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Urime Tara. Qimi, urime. Respekte, faleminderit. Urime. Do bëjmë një foto bashkë. Opa. Urime, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ne nuk harojmë asnjëherë të mrekullueshmin tim. Kush është mrekullueshmi? Ai është dominuesi. Kush? Dhe në këtë sken, në një program të vitit të ri, Po. tha e pyes unë. Thash, më thoj kush sipas teje duhet të lë garën. E di çka tha? Unë. Pse e thash? Tha se jam më i vogël, tha këta më të mëdhenj se unë. Por gjithsesi atëherë nuk ishte takuar ende konkurrentët e Shqipërisë. Zënja dhe zotri i mrekullueshmi, ai që na ka bërë krenar na për shumë emisione tjera, jo vetëm tek ne, Luigi Saraci. Përshëndetje Luigi. Gzim përshëndetje, është natësi. Gzim, ditën e parë të takimit kemi takuar mu në këtë studio, por do më thush, si e morë ftesën që Luigi të jetë pjesë e kësaj gale? Për mua si prind me të vërtet ka qenë kënaqësi e madhe kur Luigi t'i ka ardhur ftesa për me vazhdu, do të thotë për faktikisht takimi i parë ka qenë në sallën e Qendrës Kulturës në Vushtrri dhe atje gjatë interpretimit të tij të parë në audicion do të thotë është përzgjedh dhe atje ka marrë do të thotë dritën e gjelbërt për të vazhduar në talent show, kështu që për mua natyrisht ka qenë një ndjenje shumë e mirë. Luigi, unë them që jam njeri me fat që kam një djalë si Luigi, jo vetëm se djali im, por se sukseset e tij janë të shumë feshta në shumë dimensione, jo vetëm në muzikë, por edhe në fusha të tjera. Faleminderit Luigi, si e nditi dhe gjithë të aktivitetit, çfarë emocioni ka qenë? Ka qenë një emocion me pak stres, sepse thësha çfarë do të them, mos nuk do të di tekstin e këngës e shumë gjëra tjera. Si ke kalu me gjithë njerëzit që janë këtu? Po filloj me Aelën që ka ardhe para, Anisën, Betinin, kaloj me pas në grupin e Istokut, Jonën, Dianën, Rinesën, Elisën, e shumë fëmijë, si ke kalu me ta? Unë kam kaluar me ta shumë mirë, sepse edhe unë i respektoja ata dhe ata më respektonin në mua. Zënja dhe zotrim, fituesi i çmimit Talent Show për mbrojtjen e muzikës e ndarë, mbrojtjen e muzikës e vlerave tona kombëtare, e ndarë nga produksioni Kiki Modot, i takon Luigi Saracit. Luigi, urime. Zim urime. Kjo është për ty Luigi, dhe do bëjmë një foto bashk. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, faleminderit shumë.
ju tregum se kemi edhe djem, a? Po. Po, do ndani pak të vetëm djem. goca tani. S'do thojmë se veç vajza. Vajzat i kena lënë pak ma me prit, sepse i kena do të rrezikshme tash punasi, i kena lënë kafuni. Tani fillon. Po, tash i fillojmë ta mat butja që i kena. Ai është djali më i mirë i këtij spektakli, e them me plot gojë. Ka qenë një vlla për të gjithë konkurrentët. Nuk ka mbrojt vetëm veten e vet, ka mbrojt çdo konkurrent, ka fol për çdo konkurrent edhe atëherë kur ne kemi pas ndoshta ato ngringjet me konkurrentë tjerë, ai ka qenë një mbrojtës i të gjithëve, duke treguar kështu një frymë energji pozitive. Zonja dhe zotri, ai është Metin Nika. Metin, mirë se erdhe, kanal, mirë se erdhe, ju lu prindi aty. Mirë se erdhe. Fabi do merë. Po, paketër. Kenan, jemi taku bashkë me 10 shtator këtu në këtë studio, në këndin andej. A man men si ishte emocioni parë kur Metini doli, edhe maj men si sot, Metini ishte djali gjatë, në konkurenti gjarë që fundatgar, mas vallave të profës nga vushtria. Si ishte ndjenja jote si prind, kur shifi djalin që po gjiron në një emision? Për mua ishte një mrekulli, shumë e mirë, edhe ju urova fat sa më përpara me shku, edhe ma mur me që erë momentin deri në fund arritëm. Metin ky rrugtim, një djalë shumë i mirë, me shumë shoqe të mira, të cilat i kanë respektu maksimalisht brenda kësaj gare. Si ka qenë kjo ndjenjë për ty? Për mua tash kjo ndjenjë ka qenë shumë e mirë. Ku kujtimi më i mirë që ka qenë për mua ishte në Shqipni që shkuam në Durrës. Kemi kaluar shumë udhëtime të mira si kemi kënduar me shoqni. Ku shoqnia ime ishte shumë e aftë edhe shumë Mos na i ndaj sonte se na e ndonë thuj këj grumull kështa. Po edhe emocioni më shumë ishte për mua gjithë ishte emocioni shumë. A ka pas në herë me tin që ta kam prish këto konkurentët tona duke ditur që i ke mbrojt gjitha, i ke pas gjitha, si me thonë, je konë si sultani i mbrojtje të tëre. Njerë po veç. Pi falim. Pi falim. Vendi i tretë dhe X-Talent Globe, fituesi vendit të tretë të X-Talent Globe pas performancës 9 mujore në spektaklin tonë, Metin Nika ka të drejtë të plot për një vit të përfaqësoj spektaklin tonë në gara të ndryshme si fitues i vendit të tretë. Metin, urime. Kenan urimen, bëjmë një fotot për bashkë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, faleminderit. Ajo sot mungon me leje, por që rastësia ka dalë që mami vetë është shumë e dashuruar me skenë, do më thonë pi që i kena fillu me nxjerr prindrin skenë, ajo më shumë po vinë. Po, si erdhi goca, mami vjen thot jam unë këtu. Menduar trokitit e joja doftojnë mamin e Rinesa Mjakës. Përshëndetje. Ore se do bëjmë pak me thashë theme me ty se në klip ti zbashku me 2 nëna, një nga Shqipëria dhe një nga Kosova, ishit marë me thashë theme i motër. Na kishit shë, do më thënë, sepse në gjithë të ambjent, ndojherë kur hujnemi, rastësisht në arshet goja në gjanë, rastësisht në andën, dhe na i kena rujt ato, si? Pa qëllim. Pa qëllim i kemi rujt, po jena habitë dhe kena në shungë në këtë mbrëmje. Si ka qenë gjithë të rrugtim për ty, po flasë, Rinesa ka qenë konkurentja e parë e kësaj gare, si ka qenë për Rinesën dhe për ty ky spektakël? Po, sa i përket për Rinesën, është kanë një rrugtim pak i vështirë, derisa ka marrë pak vete në sana, po mirë, kënaqësi, edhe për veti pse jo pak a shumë të shoh çka është skena sana. Pse mos me pa është privilegj me ditë njëri. Do më thënë në të armën mund të presh me Blerinën si këngëtare. Kur si dihet. Ata hapën një audicion për mosha madhore, kështu. Blerina kështë me konkurru? Po, patjetër. Pse jo? Blerin. Kur t'i shofë gjithë prindrit. Ja, me raste, për shamu. I kam do të moni qes për para fëmije. Blerin, paka shumë një kanë si një shoqe për fëmijët.
Unë e kam pa që je marrë me fëmijë tjerë duke afru, duke kujdes për ta. Sa ka qenë kjo për ty si mesazh i bukur, ndërsa edhe ndjesi e mirë që nuk kemi për Inesën, por për fëmijë tjerë. Se di, veç një e di me thonë se që ka ju bëjsha fëmijëve, nuk di veç të tonë mas mi e veshën. Në për krejt, ku jemi shku në kokë se gjithë konë fëmija janë konë me mu. Dyqysh nona e dytë jëmë konë për ta. Edhe shumë i kom dasht. Ndërs, më falë, ndërs. Apo shë informacionet janë nga bushme. Po, dhe që. Se kam, nuk e kam. Blerin, kush janë konë fëmijë që si pas teje, o duh me konë nisha këto? Në anën profesionale. Me që ata që amel vesh te? Se cilin në anën profesionale është për veti. Se cili ka qef me konë mire ma mirë. Për mu të tonë janë qeft, tonë kom qef mi pa mire ma mirë. Blerin, do me konkuru në zgjedhje, për shumë? Ashtu kështu jemi konë. Blerin, unë përmdoj shumë, respekt, sepse ty të kemi pas nështë njëra ndër nëna që kemi qenë matë lirë, kemi komuniku më shëshneshtë me ta. Ne në kuadrë të X-Talent Globe, si vendi tretë, fituese e vendit të tretë në Globe Talent, shpallët pas performancës e saj nërmujore në të gjitha spektaklet tona televizive. Rinesa Blaka dhe Metinika ndajnë vendin e tretë të këtij aktiviteti, urime dhe suksese. Por do të qëndrosh këtu, sepse prindërit e Elisës, ngushtrimi e familjes, kanë delegu që çmimi i Elisa Bajraktarit, ti nda familë domasione që ke nga ananina, ta merë për Elisën Vlerina për vetën arsye sepse Elisa nuk është këtu dhe ne do ndajmë, nuk do mbesim borxh për të dhënë këtë çmim për Elisa. Do bëjmë një foto bashkë me çmimin e Rinesës dhe çmimin e Elisës, ndërsa familjes së Elisës i dëshirojmë fat, suksese dhe ngushëllime nga ky aktivitet. Faleminderit shumë. E kena dhe një para se me shkuve të rrezikshmet. Edhe një but. Kena dhe një të but kështu. Masa na vint, masa ne na vint atë rrezikshmet. Masa ne do rishti ti hyll. A? Do rishti ti hyll. Je ma mirë se ti ma i bute me ty e kanë mua bete ma ndrysh, kështu se masa... Ai është një djalë që ka bashkëpunuar shumë me neve. Fillimisht, ne në partneritet me të, arritëm që t'jemi pjesë e këtij aktiviteti. Arriti që t'jetë pjesë e jona, duke na përfaqësuar fuqishëm edhe në gara të televizioneve tjera bashkëpunuese si motra, duke marrë pjesë në Albanian Got Talent, edhe atje duke qenë një performues i mirë. Në garën tjetër, ai po ashtu ka qenë i veçantë edhe në interpretimin më të mirë. Por që ne sonte nuk e kemi lënë pa çmim, do e ftojmë që ta marrë të çmim. Durimi! Dorem, përshëndetje. Përshëndetje. Dorem, qatje. Dorem, për shtim në mes, qështo? Edhe së nuk kom jeni gjakovar me shtim mes, po... Nuk ka gjë. Dorem, qa do thot për ty skena? Skena për mua që t'i bie shkurt është vetë jeta. Vetë jeta. Pse? Sepse nëse ka diçka në jetë që dita bëj më së miri, ajo është këndimi. Unë kur rutoj rrugtim, që mund ta kem rrugtim të gjatë të afërt, kam një këngë. Dhe është Udhët e mia. Që e gjon. Po, që thonë. Kënga Udhët e mia, unë e kam këngë të shpirtit kështu. Pak refrenin apo nga fillimi, kështu si qemi. Me gjithë kënaqësi. Nga dos që të shkoj, njeri pa fat, brëngat për atë dhe, nuk më lojnë rehat, mëzgjojnë ato mëzgjojnë, dhe si kur e din, zemra ime më thot, do të kthehem Prishtin, do të kthehem Prishtin, do të kthehem Prishtin. Dhe më thënë, kush nuk thot kështu, ja. Shqyqyr që Fabi thot masana. Sa ka qenë i mirë bashkëpunimi se në Tiranë na ke ndihmuar edhe me përgatitjen e Sediolës, Tarës, Emanuelës, Enciadës. Sa ka qenë bashkëpunimi i mirë mes nesh? Po kem këshi thuje. Na mundon me këput masana, po. Jo, bashkëpunimi ka qenë shumë i këndshëm, sidomos me fëmijët, kanë qenë shumë mirë kuptues, edhe me sa kanë parë i kanë marrë këshillat tona parasysh. A me do një pyetje? Si ka qenë gjithë ky rrugtim për ty?
të bëj pak ndërlidhen me atë fjalin që thash më herët, që skena për mua është jeta. Le skenën na më na që to kanë do. Tani në lidhje me këtë rrugtimi, përderisa bëj diçka. Kur ke të fol me mua, foli kosovarçe. Si u kthy ka Shqipnia ja tha, po shiko tha. E ndroj direkt. Jo. Un flas kudo njëci në Tiranë. Je, poshtë, pa. Qërimet janë ti. Rrugtimi ka qenë shumë i bukur. Edhe unë falenderoj Kreshnikun dhe gjithë produksionin që ma kanë dhënë mundësinë që atë që di ta shpreh. Unë jam shumë krenar që të kam këto, ndërsa ne kemi vendosur që edhe ty, së bashku me pjesëmarrësit tjerë, dorim pruthi interpretimi i moshave madhore. Fituesi interpretimi i moshave madhore në X-Talent Globe pas performancës nënmujore në spektaklin tonë. Dorim Pruthi ka të drejtë të plot për një vit të përfaqësoj spektaklin tonë në gara të ndryshme, duke përfaqësuar vetëm për çmimin e tij. Faleminderit shumë Dorim që na sim. Faleminderit shumë. Do bëjmë një foto të bashkë. Urime durimit për këtë çmim, Dorimi ishte kënaqësi që të kisha. Faleminderit shumë. Dhe tani, unë do i ftoj 2. Pse do i ftoj 2? Se Dorimi na ka marrë mikrofonin me veti. Iko. Deshte ta kishte kështu si. Hajdu do t'i vrejmë ne këtu me kamera. Shaka. Ato vinë 2. Sepse ato i kanë nëna të mrekullueshme, dua t'i përshëndes shumë profesoreshën Aisha dhe Mukadesin, por që ngaherë detyra i thret dhe na mungojnë. Por siç bëm tolerim te mami Rinesës, do bëjmë tolerim edhe tek dyshja. Ato kanë ardhur 2 jatë bashkë, janë 2 jatë veçanta. Kam informacion se mami Aedes ka ardhur, dhe kemi të bukurën time. Ajo s'ka nevojë për kërkon s'ken. Ka vllajën e vet këtu. E ftojmë në nduar të gjithë të joja Anisa Maloku! Anis, përshëndetje. Përshëndetje. Anis, mikrofonin e kam këto. Anis e kanë adhe. Anis, qështu kemi do gjatë gjithë të rrugtimi me Anisën dhe me bë muhabet. Se ashtu kështu i merr 2 kohë, dhe kohën e mamit dhe kohën e vet. Përshëndesim shumë babi dhe mamin e Anisës. Anis, qështu kemi do gjatë gjithë të aktiviteti? Shumë mirë. Një eksperiencë e paharrueshme për mua. Ka pas njerë që s'kemi pëlqy, apo? Ka i herë, ama jo. Shqyqy që s'ta karë mami Anisës. Anis, TikTok i kriju raporte shumë të mira me shumë konkurent. Mos tam njëra ndër vajzat që i se jeni 3 ose 2, po që keni një realitet të veçan me secilin për konkurentëve. S'pe përfshi jonën këtu, po si ka qenë gjithë këtë rrugtim në raport me konkurentët? Shumë mirë. S'kum kalur tepër mirë me këtë konkurrentët, veç me jonën mas shumëte. Pse me jonën? Qa ka jonë atë mirë që ta dim edhe na që të kalujmë nda mirë me jonën? Ka shumë sene, të mira. Do më thonë kjo na ka hi me ledzu tash enciklopedi, po me ledzu për jonën, për... Një? Apo s'din një, ka shumë? Ka shumë vëlloj. Ka shumë. E me Metinin që shë raportet? Edhe me Metinin tepër mirë. Tepër mirë. Edhe me të tjerën, sigurisht që tepër mirë. Pse këna me të munguna? Se kum kalu shumë momentet mira dhe zbeti që kam i kalu mo që ato momente. Që ta keni me mungu. Kush ma shumë të? Te. Deshte me thonë jona, po se tha. Po deshte të bënd të qefin dhe ty. Kam për kundra Zjalisa ka qenë një ndër my favorite girls në këtë aktivitet, e kam thënë hap të azia dhe nuk e kam muhu asjerë, sepse ajo është me të vërtet një vaj që den kesh dashuri, krenari dhe respekt të veçantë për Anisën. Ndërsa, The X-Talent Globe ndanë. The X-Talent Globe fituese e vendit të dytë në Globe Talent, shpallet për performancës e saj nënmujore në të gjitha spektaklet tona. Ajo ka të drejtë të plot për një vit të përfaqësoj spektaklin ton në gara të ndryshme televizive, duke u thirrur si vendi i dytë i X-Talent Globe. Anis, urime. Faleminderit. Në dhe një foto me Anisën.
Kujt do I them unë favorite girl tash, kujt? Do filloj E thresin çaj. prap. Do filloj, E thresin prap. Po e thirrën me të konkurrentët vitin tjetër. Ndërsa në vazhdim do të thrasim strumbullarin dhe informacionin që e këtë aktivitetit. Se e them, papa? Sepse, kërë kom puna për miftu vajza në skenë, e kur nuk na ngojshim, e theshim telefon. Alo? Presioni sa I veçant ka qenë që ajo ta I sjell konkurrentët, sepse ka ndarë gjithë konkurrentët. Ajo, për gjatë të këtij rrugtimi, na ka tregu që din me bashkëpunu, por edhe nënat I ka dashur një nga një veç e veç duke respektuar secilin veç e veç. Dhe cila është? Ajo ka vësi problem. Çfarë ka? Që s'din a me zgjidh mamin a babin kur den televizion. Se babi thot thire mamin, mami thot thire babin. E di për kohë fjala? Për kë? Ajo thot vetëm 5 minuta e jo më shumë. Ajo është e veçantë, e këtham dhe ftojmë në skenë zbashku me babin e vet, Jona Kelmendi. Përshëndetje Jona. Mirësa përshëndetje. Përshëndetje, si. Përshëndetje, si. Jona? Jona na erdhi atëherë kur erdhën vushtria dhe Gjakova në këta aktivitet. Jona ishte vajza e vetme që përfaqësonte Istogun. Jon, a marr mend takimin ton të parë, na tregot çysh erdh puna që ti me qenë pjesë me neve? Po, normalisht. Herën e parë kur kom nis audicioneve që më keni pranuar, ishte 7 shtator, e cila ju me pranuat mua, dhe me 10 shtator kam qenë me ju, dhe kam qenë vetmja une nga Istogu dhe të tjerët kanë qenë të vushtres. Gjakovës. Kur erdhëm këtu pikrisht të skenë, atë kujtohet kënga jote e parë? Po, ka qenë më e bukur amore dhe 200 ditë vetmi. Një falënderim I veçantë jo për babin që është to, po për babin dhe për mamin që nuk, do të thonë, je vetëm një vaj që nuk I ka asnjë mungesë. Asnjë. Dhe është shembulli më I mirë I dy prindve që duhet ndjekur për fëmijët, sepse vajza atyre është e vetmja këtu që nuk e shënon as më të voglën mungesë. Edhe në vetë më mundësi kur kemi pas gjithë Shqipërinë këtu, duke vendruar shumë qendrat kulturore në Kamës, në Kukës, në Lezhë, Jona ka qenë e vetmja me neve. Edhe pse arsyetimin e pam në klipin e prindve pse nuk kanë ardhur, ata gjithsesi I përshëndesim dhe I falenderojmë. Mirsad, sa ka qenë një rand për rrugtim? Po, së pari përshëndetje për gjithë. Me dhe vërtet, çdo prind ka dëshirë që ta përkrojë fëmijën e vet. Unë ju kun një ndërtar dhe gjithë prind tjerë që kanë qenë këtu. Ka qenë një rrugtim mbajgje I vështirë, ka pas me hidherime, me gëzime, mirë po ka qenë një sfidë. Unë jam I lumtur që vetë Jona deri këtu ka ardhur diku me 14 këngë, edhe kjo mu ka shtypur parë edhe me ka dhënë vullnet për arsye se kjo vetë ishte këngulse. Domethënë për me arrit qëllimin e vet dhe ne si prindë kemi përkrahur. Faleminderit për ju si produksion dhe për gjithë prindët tu që janë. I falenderoj shumë. Jona, na dim raportin ton me Anisën, ajo s'ka fjalë. Sa kanë me të mungu gjithë konkurentët me Tini, Aila, Diana, Elisa, Tara, gjithë. Sa ka me qenë mungesë për ty? Se besoj me Anisën do takohet. Me Anisën a? O Mirsadi në vushtri, o Mentoni një stagë. Njëri... Mu kam e mungu të gjithë, Dianën e shë, sepse vjen një stok normali është për Dianën. Stokun e dim që ki qatë. Po, për Dianën, kemi po flasim. Aile dhe... Për të tjeret... Anis, me ten. Për Anisën s'po folim, se me Anisën kemu taku, krejt. Me tin e ki letë, që bicikleta dire e kristaj. Amo gjithsesi kam e mungu krejt. Nuk me mi do, kam e mungu të gjithë. E me blerinë me kemu taku. Po. Mirsad, sa është mirë kur e shef vajzën të që po ta duan gjithë, jo vetëm fëmijët, jo vetëm konkurenca, sepse pa marrë parasysh që çfarë pjo tham. Nuk ka pas prind që s'na kanë acaru si që ta. Po prind që I dua dhe kemi vlerësu, sepse kanë qenë si një familje për ne.
Pa marrë parasysh që na kanë acarua, na kanë bërë nervozë, jo në kështu, aq sidomos kur I prekshim ka xhepi, të mërshëm. Por, kur o kom puna për skenën, një duar përkitje për gjithë juve, sepse keni qenë prindër më bashkëpundues që kanë ekzistuar ndonjëherë. Dhe unë jam shumë falendrues për të, sepse na keni bërë munderim. Mirsat, që desh ta them, sa ka qenë mirë kur e ke pa vajzën që ta duan gjithë? Po, ne gjithë të ikon si një familje, është të vërtet. Jo na ka qenë me gjithë edhe me të Shqipërisë, edhe me të Kosovës e afërt, kam bashkëpunu, domethënë ka pasur nervoza, ka pak se kjo ka qenë konkurrencë. Mirë, po me të vërtet kanë kaluar mirë dhe dëshiroj sukses gjithë dhe fëmijëve dhe prindve që kanë marrë pjesë në këtë emision. Fab? Po. Jona Kelmendi, fituese e çmimit Globe Talent Kosova, e ndarë nga produksioni Kiki Models, I dorëzohet sonte Jona Kelmendit, e të cilën jon ta gëzosh. Nuk mbaron sonte me ty këto çmime, sepse do të jemi bashkë prap, edhe në raktimin ton të dytë natën ton finale. Aq shumë kam na mungu Jona sa që kena meftuar dhe vitin e ardhshëm na konkuru këto. Faleminderit shumë Jona. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Tash drami thirr janë dy prindrit më të rrezikshëm të gjithë kësaj aventure. Po? Me këta dy prind, janë dy një pas njënit. Një pas kelem për fund. Jo, kemi pra, por a dim se I kam lënë. Nga shko ka thuni pak, sepse ata dojnë janë gjuna që s'ka punu për inspektora, dojnë me kontrolu mirë terenin, me këshyra po shkon gjithë shka, ma sa nena, a ju mushet nëna, me dojnë mu se dojnë. Por, ajo na ka ndëru neve çdo herë vajzave. Ka qenë njëra ndër vajzat më shpërthyese këtij edicioni. Ka qenë njëra ndër vajzat që edhe pse ka qenë konkuruse, ka ardhur nga shkolla e muzikës, por që angazhimi saj në këtë garë ka qenë më të vërtet triumfues. Ajo, kur kemi shku në aktivitete, kanë shpërthyer gjitha murët gjatë provave të saj në aktivitet, në nduar të kitë të joja është Diana, nuk po thëmë me kanë vjetë si nuk I dihet, po Diana Kajtazaj. Faleminderit shumë. Diana Kajtazaj do ulesh aty Diana, shëqër Diana që s'na arbendria se zot t'je di qa kjo dit me shkëtuaj. Kështu që Diana, jemi taku bashkë me 7 shtator në qytetin e Istogut. Po. Si ka qenë kjo aventurë për ty 9 muaj bashkë? Kjo aventurë u konë shumë e mirë, plot surpriza dhe gjithçka interesante. Sa ka me të mungu? Ka me mungu shumë, ma shumë ka me mungu senet që I kem përjetu këtu bashkë dhe rrethonat me njëri tjetrin që kem pas. Ju keni pas një grup vajzave të cilat keni kalu mirë bashkë, në kuadrë të në keni pas raporte tamam shoqe, mos them kështu teenagerët bashku. Sa ka qenë I mirë bashkëpunimi me vajzat? Shumë mirë, këtu kam taku edhe vajzat të reja, shoqni shumë të mirë, edhe jam kanë shumë e lidhët me tu. A veçon në I? Po, do veçosh në një 2 emra kështu? Jonën edhe Erlindën më ka ra shumë me tu, ama shoqe kështu që kom këtu është Ajla. Thash se do thoshte Anisa, pa. Ha? Thash se do thoshte Ja, Anisa ka Jonën, jo ndame, parti këto. Unë të rajë edhe për klipin, nërsa na, sonta, dëra me promovu si klip, edhe me tonë që na jemi mbështetjen tënde qoftë private, qoftë shkollore, qoftë çdo gjë që Diana na vjen, na jemi këtu për ta mbështet Dianën, dhe ne do ndjekim të klipin e Diana Kajtazit, me njëherë pasi të ndajmë zyrtarisht çmimin e Dianës, por Diana do të këndoj edhe vetë kuadër të garës. Fab? Po. Fituese e çmimit, interpretimi më I mirë, e ndarë nga produksioni Kiki Models, I takon Diana Kajtazaj. Diana nuk do ndalë vetëm me këtë çmim, ne do takomi pranë në natën tjetër. Këto janë për ty. Sukses, kime na thonë diçka?
Ju falenderoj shumë gjatë kësaj kohe. Ju falenderoj shumë për këtë përkushtimet dhe përpjekjet që i keni bërë për neve dhe ndihem shumë falenderuese që na keni mundsu këtë njohje dhe me shpreh talentin edhe sanet që i kena bërë bashkë. Diana Kajtaze faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Ne tani ndjekim klipin e Dianës. Në vazhdim vjen vajza që është shumë simpatike. Por ajo mu që më pëlqen shumë është që nuk e ka vetëm mbështetjen e vllajt, nuk e ka vetëm mbështetjen e babit, por të mamit, të gjithë, sepse e di pse e ka dëshmuar se kur kanë ardhur gjithë. Edhe e kemi pas partia Salihu. Zënja dhe zotri, ajo është e veçantë, vjen në skenë, njëra ndër konkurrentët e para që ka ardhur në skenë, e dal nga kjo skenë, e maj mend. Isha në Regjina atë kohë, ishte kolegja jonë Deda që prezentonte këtë aktivitet, edhe i tha, Ded, kjo është zëri më i bukur që kam dëgjuar sot. E ftojmë në nduar të kitët e juaja, Aida dhe profesoresha me neve. Profe, përshëndetje. Aida, përshëndetje. Mikrofoni për që të dyjat. Profe, e di që kur kja në këtë aktivitet, ty që aport që ma ke bo, pa unë njoftë mirë, pa fillu raport të jonë mirë, a këndohet live këto. Dhe në atë ko, disa prind, që edhe sot i kemi, kanë qenë kundërshtues të live-it. Ti ke qenë ajo që ke këmgull me pas live këto. Pse, profe? Po ki krejt më varët prej fëmisë dhe talenti që posedon fëmija. Në këtë rast, vajza jam nuk e di, është shumë e dhonën pas live-it dhe gjithër ndihet shumë e sigurt kur këndon live. Kjo ka qenë vetëm një arsye, jo diçka tjetër konkrete, edhe e dim që vlerësimi më real është ai live-it, ha? Po. Ai si ndi gjatë gjithë të rrugtimi, si ka qenë dita e parë për ty? Ka qenë një udhëtim shumë i papërshkrueshëm, ka qenë një rrugtim që s'moj as me përshkru, ka qenë shumë i mirë dhe kena kalu një kohë shumë mirë bashkë edhe shpresoj që vesh ka me vazhdo dhe i uroj sukses të gjitha. Unë e maj mena Aiden ka qenë atë pjesën Anena në këndin Anena më asje dhe ka qenë me 2 vajza të cilat i këndonin pjesët korale të këngës. Aiden, ky rrugtim, kush ka me të mungu? Gjithë kanë me mungu, po e kom pas një afërsi me një grup qikav, ku gjithë mund e kina bo problemet më të ndoja. Ta shëtëmet e grupit. Elsa, Binaki, së shto. Metinika, këto. Diana që vetë japi avantajën e para. Jona me raste. Alisa, Jona në zdigjume që ato kanë thonë. Bëhesh në grup. Grupi. Na këtë garë jemi shumë krenarë që të kemi pas, por që një gjë do të them, ti vetë, a ka pas në ditë që ke thamë me vetë, nuk du të shkaj? Jo, veç u kanë momenti kur s'm ka pëlqyer ndoshta vetja skenë edhe ju më dëshpëruam apo ku më afrit. Po, ka pas një herë që edhe sigur kur se kingu mami në ditë. Kur janë me gjendjen. Po, bash. Jo, ama ka herë ka ndodhur që më kanë ndaj sen e lodh apo ku më interpretu keq, dhe ju më dëshpëru pa petë ku marr forcën edhe ku vazhdo pet. Profem, cila është ftesa jote si prim për gjithë fëmijët që duan të mbështeten apo të vinë në karnevalin ton të pest, ku kësaj radhe, duke falendruar shumë bashkëpunimin ton, DK-ja na ka konfirmu që vushtrinë kemi prapë, kështu që prapë. Po jo me ta. Na herë unë kam thonë, ne do i ftojmë gjithë prapë, ne do i ftojmë gjithë një nga një prapë. Kjo është skena atyre, sepse këto janë bashkëpunëtorët tona të vitit 4. Po të duan të im prapë. Ha? Po për shembull Diana është mendime, baba ki konkuron prapë. Diana veç do të mja dhejë Aiden se Diana vjen prapë, se vetë kërkon apel, Aiden. Aiden do të mja dhejë Diana në për kjo vjen prapë. Anisën veç që thosh jona thira Anisën. Do më thonë është një farë, Arlinda veç do të thirë Mustaf, do më thonë... Gzim, që në ki marë si drejtori i Pallat Kulturës, që na do të Luigi, Aiden. I ki me tinin e thirë për me zgocave, kështu që... Këtu i kemi. Grupi është në shpinë të tyre. Ne jemi të hapur edhe që televizion flasën në emër pronarëve të televizionit, po ne jemi të hapur që edhe talent show si produksion është i hapur çdo për ju sepse keni dënë vend. Do unë jam shumë krenar, sidomos për profesoreshën Aisha, ja kam thënë edhe prindve, profja ka qenë me neve edhe atëherë kur ka qenë me fol që thohet burri burrave, ka fol tamam si një burrnesh. Oda e burrave. Oda e burrave, po. Mirë po, profesoreshën ka dalë ndihmë çdo herë, unë jam shumë falendrues për çdo
kontribut të në brenda këtij produksioni. Aila, ne me Fabi keni pas një hallë. Unë kisha problemin e mbiemrit, kur shok kemi gabu emrin, por Fabi ka qenë aq i shpejt, sa që ka shkoj ka rregullu direkt, edhe me... Fituesi e çmimit X Talent Globe e ndan nga produksioni Kiki Models, i takon Aila Salit. Edhe kjo është për ty, ne do ta kemi prapë, sepse na presin gjëra të tjera, faleminderit shumë. Urime, do bëjmë një foto bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në vazhdim është një vaj që është jo nga rëndësia, por nga eleganca. Ajo është shumë elegante. Në takimin tim të parë me të, ajo kështë marrë një qeleshe dhe kështë gjetë një pasqyre të bukur dhe unë kështë po e pyet pasqyre, të regom se e bukur ja. Po jo, ajo kështë qenë duke e vlerësuar vetën se si do të dalë në skenë. Dhe unë, nga nervesi, ti di se bërtas në herë. Tu për me dalë në skenë, për mi dhëmë prezentuses atëherë në atë botë që përshëndesim shumë dedën skenarin, thëmë me vete, për herë parë, pashti ka lama vetëm, regulohet vetëm, dhe del në skenë vetëm, po del e kompletuar në skenë. Në nduar të kitit e joja, është Erlinda Aliu, se gjdo herë më Erlinda, dhe sa kam të jemë. Gjithmonë. Edhe Erlindës mami ka fillu me ju bo personazh e njohur kështu. Edhe babi, papa. Kështu që eftoj mamin e Erlindës në skenë në nduar të kitit e juaja. Përshëndetje. Lind, bashkë kemi arë në këtë rrugtim, duke i treguar njerëzve se na dim, duam dhe ja dalim. Patjetër. Na trego ditën e parë. Si erdhi aventura? Që shë dhe edhe vetë, për mua ka një emocion shumë i madhe se s'moj me përshkru me fjallë, po edhe emocion shumë i mirë. Dhe se di, kur more vesh që po vjen Linda, kur e pa Linda në studio, duke ditur që ke pasur një provoj tjetër me Linda në realizim të klipeve, si ishte ndjenja kur e pa vajzën në televizion, duke u vlerësuar, duke ecë vetëm? Ishte një ndjenje mirë, isha e kënaqur dhe lumtur me lajmin që e mora që Erlinda merr pjesë, edhe ishte një kënaqësi e papërshkrueshme. Ky aktivitet ka fillu me Lindën pa prindrit. Na prindër e Lindës si kemi taku, kur kemi dashur me taku prindër, sepse për dallim nga vushtria, i stoku kanë fillu prindërit vonë me u angazhu, duke vetëm prindi jonës në atë kohë, ndërsa prindërit tjerë kanë fillu vonë të angazhohen nga spektaklit. A kishe besim me lënë vetëm vajzën në një skenë, ku ajo do të merrte komplimente nga një uri? Kisha besim të Erlinda se kishte provoj edhe ma heret, edhe kishte ardhur me shoqe, me shkollë, edhe pasi e vlerësa juria, edhe profesorat, edhe e përkraja juaj, atëherë erdhëm edhe ne, pa nga ofër, si është talenti dhe ishim shumë të lumtur dhe të kënaqur. Dhe besimi, avash. Kush o kon ma mbështetës? Babi, mami, Lindi. Mami tha pra. Mami? Mami, po... Mami e ka pru babi shkret le punën hypi kjerrit, hajde këto... Lindi financo pjoshit atje. Ishtë gjithë familja. Gjithë, nuk më imi... Kuptohet Lindi. Linda, ka nga për vllaznit, sa është vërshim ju kënu? I ke kënu edhe babit? Po, këto. Vesh mamit kemi e pa i kënu? I kënujnë. I mamit dhe i kënujnë. Sa ka qenë emocion për ty kur ke kënu për vllazërit, për babin? Një emocion shumë i fort, duke fillu nga kënga Ktheu vlla, ku fillova, ku ka qenë hera parë, dhe më thonë, edhe ka esë shumë mirë dhe ajo, edhe pashtu edhe për babin njëjtë. Ma shpirtve tash si mu qëtë muhabet. Mamin përdojnë ma shumë ti, a kokë për bëm babit e vllaut? Po, s'do me thonë që njonin e du ma pak, njonin ma shumë. Sepse është për çudi. Vetëm këtë emision kon marrë vesh që vajzat janë mas mamit. Shembull. 4 vajzat që janë mas mamit. Diana, mas mamit. Aila shia, s'ki nevojë me vetë, hes do më thonë. Mas mamit.
Kjo, mas mamit. Anisa, mas mamit. Jo dhe mos e vetë, sa jo me babin është. Edhe paskën, edhe rinesën mas mamit. E pra. Po Tara? Ha? Me babin. Me babin. Papa, ajo është ta baba. Ndryshoj këtë. Babin, Tara me babin, se djolla kam 50-50. Mes. Vajzat e minyrës janë me minyrën. I kemi hetë, Kenani më do këtë mas me tini, po pak se pak kur jenë me tini mamin në takim, prap ishte mas mamin, shu që i kena 50-50. Edhe aty 50-50. Po, e landa me babin shihet, ajo, dhe më thonë, i kena marrë. Po, fab. Dindam, do të qëmë në kombar, sepse do mbyllim edhe ndarjen gala. Fituese e çmimit Talent Show, e ndarë nga produksioni Kiki Models, i takon Elinda Aliajt, për çfarë i përket përfaqësimit për vitin 2025-2026, si fituese këtij çmimi Elinda Urime. Suksese. Në servi urime. Po ashtu sikur ty edhe Jonën, do kemi edhe Elis Aedën, po ashtu edhe Tarën dhe Dianën, takimin që kemi edhe zyrtar. Kështu që faleminderit shumë që na besuat dhe urime për çmim. Faleminderit shumë. Me një foto për ta mbyllë këtë ndarje si. Faleminderit. Faleminderit. Nuk e di. Çfarë nuk di? Do më thënë, sigurt, edhe unë e ti edhe valje duhet me marrë nga një çmim. Po qatë çmimi? A? Këta me nëzion gëzu që na u kanë darë. Ne në vazhdim, i ndjekim ata me pikat e tyre të cilat i kam përgatitur për të na përshëndetur në kuadër kësaj, dhe ne shifemi nesër mbrëma.